Antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian bën bashkë socialistët dhe demokratë, drafti final i rezolutës dorëzohet në Kuvend. Partia Socialiste dhe ajo Demokratike mësohet se janë dakordsuar për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ku pritet të shqyrtohet në seancën e radhës plenare. Në draft deklarohet se për procesin e antarësimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe në zbatim të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe neneve 18 dhe 103 fraksion 1 të rregullores së Kuvendit të Shqipërisë, duke rikonfirmuar se antarësimi i Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian përbën objekt strategjik kombëtar që udhëheq dhe orienton të gjithë agjendën reformuese të vendit për transformimin demokratik, institucional, ekonomik dhe social. Duke e theksuar se orientimi evropian në zgjedhje e vullnetit të lirë me rëndësi strategjike mbarkombëtare që gëzon mbështetjet të gjithë qytetarëve dhe përfaqëson një angazhim të qëndrueshëm ndaj vlerave themelore të Bashkimit Evropian, demokracisë, shtetit të së drejtës, lirisë, pagës dhe bashkëtesës, barazisë dhe dinjitetit njerëzor. Të vetëdijshëm se Shqipëria ka hapur me shpejtësi të gjitha kapitujt e negocimit dhe është në pritje të miratimit të raportit, duke vlerësuar se procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian po zhvillohet në një kontekst gjeopolitik të ndjeshëm që kërkon riformim të shpejtë institucioneve dhe përparim të matshëm në fushat kyçe si funksionimi demokratik i institucioneve, gjyqësorit dhe të drejtat themelore, drejtësia, liria dhe siguria, prokurimi publik, kontrolli financiar, statistikat, kriteret ekonomike dhe reformën në administratën publike. Kihet gjithashtu parasysh edhe në kriteret e Kopenhagës dhe parimin se procesi i antarësimit bazohet në merit, kushte të drejta dhe zbatim real të reformave në përputhje me standardet demokratike dhe respektimin të drejtave themelore, deklarohet në draftin final.